fund të këtij emisioni për të komentuar bashkë me panelistët në studio. Me mua sot është Gjevdes Makishi, avokati, mirë mbrëma avokat, kënaqësi të kam në studio. Mirë të gjithë. Sot je pa kravatë dhe pa palto dhe pa mindele, pa shumë çka tjetër. Si Kosova pa kushtetut. Pa qeveri, pa vend, pa president. I zhveshur. Përpjekje për treguar gjendjen e Kosovës, pa institucione. Për Ballti, me mëngët e tij të përvjelura dhe me fletoren e tij të kuqe, nuk e ke fletoren e kuqe as ti? Unë përvjelna rrallë përvjelna. Zakonisht kur kom përballje me Makishin, do të shndrosh i përvjelur. Po e fletoria kuqe do s'ka nevojë për fletore të kuqe se pse tash këta që janë shef mas kushtetutëve që do të kuqen e kanë. Nuk e ka fletoren e kuqe sot, është disavantazh në fillim të këtij debati. Atërisht sot me palto, me mindele, me kravate, me shumë çka tjetër vije bashkë me Lusi Medias 10.